Regjim pak në të ebëzë, pak nga boksi. Nuk përfundojmë ndonjë efekt juridik se jemi as deputet, as ministra, nuk përfaqësojmë post opinionit ton. Por, me të vërtetë është mirim, sikurse në këtë rast, kryetari ose ish kryetari i Kuvendit Demal Basha, i cili me votën e tij ka zgjedhë këta gjyqtarë gjykatës kushtetuese si njerëz të besueshëm për me dhënë interpretim të kushtetutës. Pra, ky njeri që me votë të vetën ja u ka dhënë mandatin me interpretu kushtetutën pjau konteston të kushtetutë. Ky është mirimi, ky është e vërtetë, sepse në esencë gjykata e ka shumë qartë dhe thotë vendimet e saj janë të pa kontestueshme dhe forma se si ka reagu në këtë rast zoti Basha është totalisht e papranueshme. Por unë mendoj që është gjuhë politike e vetëvendosjes, sa ajo konvenon. Gjykata është e mirë, sa që konvenon. Ajo kontestohet në nivele të tilla sikurse që ka bërë zoti Basha. Një gjë është e qartë. Gjykata sot ka vepruar tepër mirë sepse ka heq secilin dilemë një 2 javë para se kuvendi i ri të konstituohet. Por e ka krijuar një situatë, tani gjykata nuk bën politik edhe pse e ka edhe domenin politik. Po du me thonë me këtë vendim, a e ka krijuar një mundësi për një blokadë tjetër? Jo, ajo as një blokadë s'ka. Për një koalicion tjetër. As një blokadë nuk ka, që s'është kjo është për konstituentin e kuvendit, e nën kryetari jo. Çfarë po tregoj pse s'ka asnjë blokadë? Në esencë, vetëvendosja e kushtrim mund të insistojë prapë në versionin e Rashidit tash në kuvendin e ri, por hiç pa u çuar në kuvend, konstatimi dihet. Dhe në këtë rast bllokuesi konstatohet në njerëz se kush është. Dhe politikisht, vetëvendosja s'mund me lut më, domethënë këtë lojë. Kjo është e qartë si loti sepse ky është vendim i cili tash tutje duhet të zbatu dhe duhet me u plotësuar nga deputetët. Çka ka sqaruar tjetër? Gjykata dhe çka ka sqaruar raste që kemi parë në kuvendin e kaluar. Nuk ka mekanizëm më bllokues kur jemi tek institucioni krimi i kuvendit të Kosovës. Po fillojmë nga mandatet. Nuk ka më bllokim se mandatet duhet votohen, siç e kemi pasur rast. E para. E dyta, po fillojmë te kryetari, nuk ka më bllokim sepse ka raste 2-3 që është e kryme. 3, po shkojmë te nën kryetari, nuk ka më bllokim për shkak të komunitetit. Është shumë e qartë. Derisa këtu bashkë me Alilin i kemi treguar që ky zotëria në fjalë nuk e përfaqëson shumicën e serbëve dhe përpjekja e vetëvendosjes është e gabuar, kanë sy të na nxjerr. Domethënë këtu në studio. Është evidente që shumica e serbëve e